Mungesa, dhimbja dhe kujtimi atyre që nuk janë më. Këto janë fije që ndërthure në vargjet e autorit Petrit Beqiri, Lotët e Qiririt. Promovimi i librit u zhvillua në Gjirokastër, ku autori theksoi se çdo poezi është një dritë e zbehtë qiriri për ata që janë larguar, por që jetojnë ende në kujtesën tonë. Poezia ime nuk përzgjedh, por do thoshja personazhi ma ka përzgjedhur poezinë time. Me këtë libër, sikur kam hapur një parcelë të veçantë në qiellin e poezisë time, duke ngritur varoshe ku poezia është epitafi i shkruar nga unë dhe që mban firmën time, por thjesht janë ata që flasin me gjuhën e thikuve. Të pranishmet ndan mendime dhe përjetimet e tyre, duke e vlerësuar veprën si një pasqyrë të thellë të ndjenjave që na bën njerëzor, dashuria, humbja, mallkimi i kohës dhe forca e kujtimit. Poeti Petrit Beqiri më besoi parathënien e këtij libri të veçantë. Kënaqësi të jesh përquesi kriminalisë tip poetike, por edhe përgjegjësi nga që ky është një libër me një tematikë të veçantë, homazh për të ikurit, të afër, miq. Ky vëllim poetik është krejt i veçantë, është unik dhe i pandeshur në letërsi. Dhe këtë vëllim me poezi, po dhe në të gjithë krijimtarin e Petrit Beqirit, unë kam ndeshur gjithmonë pak naiv, pak asdren dhe pak laskush por atenci. Lotët e Qiririt vjen si një dëshmi poetike që i flet zemrës, një përmbledhje që nuk kërkon të harrohet, por të lexohet ngadalë, me respekt për dhimbjen dhe me dashuri për jetën.